Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Zbulohet fjala që i tha Moza Ilirit dhe e bëri të shpërthej. Pas përplasjes së ashpër pranë pishinës që degeneroi në ofendime mes Ilir Shajqirit dhe Moza Ahmetit, është zbardhur më në fund edhe motivi që nisi gjithë sherin. Ka qenë një koment i shkrimtares ai që ka sjell irritim të menjëhershëm tek balerinje. Arsyen e ka zbuluar vetë Iliri gjatë një bisede pasuese me Blerinën. I pyetur nga kjo e fundit se pse u acarua në atë mas me Mozën, ai ka treguar fjalët e sakta që ajo i kishte thënë përpara se situata të dilte jashtë kontrollit. Sipas deklaratës së Ilirit, Moza ishte drejtuar duke përfshirë të dy në një koment për orientimin seksual. Na tha LGBT ne të dyve. Ky cilësim ka mjaftuar që Iliri ta konsideronte si një provokim të rëndë dhe të ndërmerrte sulm verbal ndaj saj, duke çuar në njërin prej përplasjeve më të zhurmshme të ditëve të fundit brenda fermës.